Dje u zbatue kushtetuta. Nuk u zgjoll si i pari me 5 vota, që ishte jo kushtetuese, dhe që s'mund të rrinte as një ditë në detyrë. Jo, i dyti mori 7 vota, dhe komenti i dytë, aty ishte një zonjë, çka tregon se ajo trupe KLP-s është mizogenike, nuk i dhanë as një votë. Këtë, shu është që ta marrë. Ishte një zonjë aty, ajo nuk shkoj vetë aty. Aty në KLP e dërguan komisioni i skapit. Dhe shkoj atje, edhe 2-3 zonja që ishin në KLP, nuk menduan të japi një votë, në zorën pas një votë. Gjë që këto dy komente kam unë për zgjedhjet e djeshme. U zgjon përputhje me kushtetutën, ndallim të madh nga Pararen City, që s'ka kushtetuta as ligj, po këtu zbatu kushtetuta, kishin bërë rregulloren vetë për votim të hapur, okej. Ata është gjersa kanë ra dakord, nuk i di. Normal, në institucione votimi është i mbyllur, po ata kanë ra dakord vetë dhe s'mund t'ja diskutoj kush atë të drejtën për të vendosur si do të votojnë.